Këta janë 4 punëtorët e Kekut, të cilët humbën jetën që nga fillimi i këtij viti. Fotografitë e tyre bashkë me mesazhe përcjellëse u vendosën para zyrave të Kekut në Prishtinë, Ministrisë së Ekonomisë dhe zyrave të BSPK-s në një aksion simbolik nga sindikalistët e Kekut. Ne sot sindikata e Kekut me një aksion simbolik para drejtorisë dhe menaxhmentit të Kekut vendosëm disa fotografi të kolegëve tonë që kanë humbur jetën në vendin e punës. Dje, me vendim të kryesisë dhe të Këshillit Ekzekutiv të Sindikatës së Re, këta punëtorë, Migjen Sadikun, Milazim Binakun, Haxhi Gojnosin dhe Arbenit Ahmetin, Sindikata e Re i shpall hero të punës, me mirënjohje post-mortem. Edhe njëherë kërkojmë nga institucionet të Republikës Kosovës, nga Korporata Energjetike e Kosovës, të respektohet ligji i punës. Po ashtu, Sindikata e Re e Korporatës Energjetike të Kosovës ka paralajmëruar proteste punëtorëve në 3 divizionet e Kekut pas shqetësimeve për kushtet e punës dhe sigurinë e punëtorëve. Gjatë njoftimit të fundit nga bordi dhe menaxhmenti i Kekut, u zëtuan se mbeten të përkushtuar që siguria dhe shëndeti i punonjësve të jenë prioritet i përhershëm dhe përgjegjësi themelore institucionale e korporatës.